Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Mami më kishte sjell nga Shqipëria portokalle të freskët nga kopshti i saj dhe kam përgatitur llokumet me portokall që po shihni tani në video dhe u bën vërtet shumë të mira. Qëndroni me mua ti përgatisim bashk pasi janë shumë të thjeshta dhe do ju marrin vetëm pak sekonda kohë. Fillojmë pa humbur kohë. Fillimisht do shtrydhim portokallet dhe do t'i marrim vetëm lëngun. Unë kam përdorur 4 rreth 5 portokalle, kishin shumë lëng dhe ishin mjaft të ëmbël. I vendosim në një tigan të thellë ose në një tenxhere. Shtojmë 2 deri në 3 lugë niseshte dhe do ta përziejmë me ngadalë në zjarr të ngadalt derisa të trashet masa. Mund t'i quani llokume me portokall, mund t'i quani si të dëshironi, por unë ju sugjeroj që ti provoni. Ka një aromë fantastike, janë të shëndetshme. Nëse portokallet që përdorni nuk janë të ëmbël, atëherë mund të shtoni sheqer. Kam shtuar fistik, mund të shtoni fruta të thata sipas dëshirës, por edhe pa fruta të thata mund të ti përgatisni. Dhe vazhdojmë përzierjen derisa të trashet masa dhe fillon të shkëputet nga ena. Pasi është gati do ta shtojmë në një tavë porcelani ose xhami, të cilën unë e kam lagur pak me ujë para. Është shumë e rëndësishme kjo. E lëm në frigorifer për disa orë derisa të mpikset plotësisht. Uji do bëj të mundur që pasi të jetë mpiksur të kthehet shumë lehtë. Ja kështu si po shihni në video. Shikoni pak sa lehtë shkëputet nga ena. E presim sipas formës që dëshironi dhe mund t'i pudrosni me sheqer pluhur. Unë i pudrosa, por u pendova pasi janë më mirë pa sheqer pluhur, por mund t'i pudrosni me arr kokosi ose pa asgjë fare. Vetëm kaq ju duhet dhe i keni gati. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nuk dua të harroj pa thënë se janë shumë të mira edhe për fëmijët, pasi kanë shije dhe aromë fantastike, ndërsa për ne të rriturit shijojnë shumë me një kafe. Faleminderit që më ndiqni.